A ke ndjerë ndonjëherë që shpesh nuk ka as pak rëndësi sa e bukur, e zgjuar apo e përkushtuar është një grua burri në krah të saj përsëri nuk e vlerëson vërtet, është sikur ai as që sheh gjithçka që ajo bën, sikur përpjekjet e saj të ishin të padukshme. Dhe pikërisht aty lind frustrimi i madh. Ajo pyet veten, çfarë më mungon? A është pamja ime, mënyra ime e të folurit, apo thjesht ai nuk më do? E vërteta është, nuk ka të bëjë me këtë. Në psikikën mashkullore ekziston diçka më e thellë që vetëm pak njerëz e kuptojnë. Sot dua të tregoj se burrat e vlerësojnë vërtet një grua vetëm përmes 3 qëndrimeve shumë specifike. Dhe ajo që është befasuese, pothuajse askush nuk i jeton këto qëndrime në përditshmëri. Për këtë arsye, shumë gra përfundojnë në marrëdhënie ku japin gjithçka dhe megjithatë marrin mbrapsht vetëm thërrime vëmendjeje, dashurie dhe respekti. Të tjera, që duket sikur bëjnë shumë më pak, ngrihen në piedestal, sepse prekin pikërisht ato pika të padukshme që ndikojnë kaq fuqishëm në mendjen mashkullore. Dhe menjëherë ta bëjmë të qartë, nuk ka të bëjë me manipulim, as me lojra dhe as me shtirje. Përkundrazi bëhet fjalë për qëndrime të thjeshta, autentike, që kërkojnë më shumë guxim se sa për sosmëri. Por pikërisht këtu qëndron problemi. Shumica e njerëzve nuk guxojnë t'i zbatojnë, sepse bien ndesh me atë që quhet mendim i shëndosh për marrëdhëniet. Prandaj vetëm pak gra arrin të jenë vërtet të vlerësuara nga një burr. Mendo pak, sa herë ke dëgjuar këshilla si "je gjithmonë e disponueshme", "trego sa më shumë dashuri të mundesh", ose "vëre atë gjithmonë në vend të parë", "tingëllon bukur", apo jo. Por në praktik ka efektin e kundërt. Sapo një burr e kupton se i merr të gjitha pa përpjekje, pa sfida, pa kufi të qartë në kokën e tij, automatikisht fiket butoni i vlerësimit. Ajo që merret falas, pa një mas, humbet vlerën. Kjo është natyra njerëzore dhe në botën e burrave edhe më e dukshme. Këtu pra qëndron sekreti. Një burr fillon të vlerësoj vërtet vetëm kur sheh 3 sjellje shumë specifike. Këto 3 ngjallin respekt, admirim dhe dëshirë të qëndrueshme. E nxjerrin atë nga autopiloti dhe e bëjnë të shohë si unike dhe të pasvendësueshme. Impresionuese është, këto qëndrime nuk varen nga bukuria, mosha apo statusi. Çdo grua mund t'i zbatojë nëse ka qartësi dhe forcë emocionale. Dhe përpara se t'i kalojmë këto 3 pika themelore, qëndro patjetër deri në fund të këtij videoje. Çdo qëndrim i vetëm bën tashmë një ndryshim, por nëse i kombinon të 3 në rendin e duhur, efekti mbi mënyrën se si një burr të sheh është mbreslënës. Ndoshta tani po pyet, a është vërtet kështu? Të kuptoj. Jeta tashmë të ka treguar se jo gjithmonë ecën logjikisht, se shpesh ke dhënë gjithçka dhe nuk ke marrë asgjë mbrapsht. Por këtu qëndron ndryshimi. Ajo që do të zbuloj tani nuk bazohet në supozime apo fraza të bukura, por në psikologjinë mashkullore të pastër, të shpjeguar thjesht që të kuptosh si funksionon vërtet mendja e tij. Dhe nëse mund të jap një paralajmërim paraprak, ky njohuri nuk ndryshon vetëm mënyrën si sillesh me burrat, por edhe mënyrën si e sheh veten. Sepse kur kupton se cilat qëndrime ngjallin vlerësim, një vlerën tënde dhe atëherë ndodh magjia e vërtetë. Nuk bëhet më fjalë për të lypur vëmendje ose për të pritur njohje. Ti thjesht bëhesh dikush që nuk mund të shpërfillet. Në fund do të shohësh, nuk janë dhuratat e shtrenjta, as mesazhet e gjata në mes të natës dhe as betimet e përjetshme të dashurisë që e bëjnë një burr të vlerësojë. Janë pikërisht këto 3 qëndrime të thjeshta dhe njëkohësisht të mrekullueshme. Dhe sapo ti jetosh, do ta ndjesh ndryshimin jo vetëm në shikimin e tij, por edhe në ekuilibrin e marrëdhënies suaj. Sepse një burr që vërtet vlerëson, kujdeset. Një burr që vërtet vlerëson, respekton. Dhe një burr që vërtet vlerëson, nuk të lëshon. Prandaj, nëse je lodhur së nënvlerësuari, nëse je lodhur së dhëni shumë dhe së marr pak, qëndro deri në fund. Sepse nga sot ti ke në dorë çelësin që pothuajse askush nuk e zbulon. Qëndrimi i parë që bën një burr të vlerësojë vërtet një grua është të vendosësh kufi të qartë që në fillim.
Dhe me këtë nuk dua të them të ndërtosh mure të ftohta ose të distancohesh me qëllim, por të tregosh shumë qartë dhe në mënyrë natyrale se çfarë pranon në një marrëdhënie dhe çfarë për ty nuk është kurrë e pranueshme. Shumë gra besojnë se mund ta fitojnë një burr vetëm nëse janë gjithmonë mirëkuptuese, tolerante dhe të hapura për gjithçka. Në realitet ndodh e kundërta. Sapo burri kupton se mund të kalojë çdo kufi pa pasoja, truri i tij e kupton. Këtu nuk ka vlerë të vërtetë. Është si një lojë pa rregulla dhe kjo shumë shpejt humbet tërheqjen. Imagjino një situatë të thjeshtë. Burri cakton një takim me ty, por gjithmonë vonohet pa të thënë asgjë. Nëse sillesh sikur kjo të mos ishte problem, ai e brendëson mesazhin se koha jote nuk ka rëndësi. Nëse nga ana tjetër i tregon qetësisht dhe qartë se nuk e pranon një sjellje të tillë, ai kupton qoftë edhe pa vetdije se duhet të ndryshojë diçka nëse do të mbajë. Pikërisht kufit e tillë, të vendosur që në fillim dhe në mënyrë konsekuente, dërgojnë në mendjen mashkullore një sinjal respekti. Dhe aty ku lind respekti, rritet edhe vlerësimi. Thelbi është, burrat testojnë kufit ndonjëherë plotësisht pa vetdije. Është sikur mendja e tyre të ishte programuar të shohë sa larg mund të shkojnë. Nëse ndeshen me dikë që nuk guxon të thotë jo, ky instinkt mësohet shpejt dhe pushon së paqeni vlerë. Por nëse ai has një grua që mund të thotë qartë mjaft, që di çfarë meriton dhe e tregon, brenda tij ndizet një lloj alarmi. Kjo grua nuk është si të tjerat. Duhet t'i kushtoj vëmendje. Ndoshta po mendon tani. Nëse vendos kufi, ai mund të largohet nga unë. Po, kjo mund të ndodhë. Por nëse një burr tërhiqet vetëm sepse i ke treguar se nuk pranon gjithçka, atëherë ai kurrë nuk do të kishte vlerësuar vërtet. Distanca në këtë rast nuk është humbje, por mbrojtje. Ti largon herët dikë që gjithsesi nuk do të respektonte. Por ai që mbetet edhe pasi ka njohur kufit e tu fillon të shohë vërtet me sy të tjerë. E rëndësishme është, vendosja e kufive nuk do të thotë të mbash fjalime të gjata ose të kapesh pas çdo detaji. Bëhet fjalë për konsekuencë. Bëhet fjalë që me gjeste të vogla të tregosh qartë se jeta jote ka disa rregulla themelore. Nëse ai të kontakton vetëm kur i përshtatet atij, nuk ke pse ti lutesh për më shumë vëmendje, thjesht nuk pranon minimumin. Nëse ai të premton diçka dhe nuk e mban, nuk ke pse të bësh skandal, mjafton të mos sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë. Pikërisht kjo konsekuencë e qet prek thellë psikikën mashkullore. Burrat vlerësojnë atë që kërkon përpjekje. Kjo është pothuajse instinktive. Që nga kohët e lashta, mendësia mashkullore është formuar për të gjuajtur, për të pushtuar dhe për të kapërcyer pengesa. Kur gjithçka është e lehtë dhe nuk ka standarde, ky instinkt fiket. Por kur ekziston një vijë e qartë që nuk mund të kalohet, mendja e tij menjëherë hyn në modalitetin e pushtimit. Ai fillon të shohë si dikë me të cilin nuk mund të sillet sipas qejfit dhe kjo automatikisht gjeneron respekt. Mendo vetë, sa herë je gjendur në situata kur e dije që duhej të vendosje një kufi, por nuk e bëre? Sa herë ke duruar një sjellje që të lëndonte vetëm për të shmangur një konflikt, dhe cili ishte rezultati? Megjithëse burri nuk u ndryshua përkundrazi, ai e kuptoi se mund të vazhdonte ashtu, ndoshta edhe më keq. Pikërisht kjo ndodh kur mungojnë kufit, mendja e tij nuk ka asnjë arsye për të ndryshuar diçka. Dhe ja ku vjen e vërteta e ashpër, por çliruese. Një burr vlerëson me të vërtetë vetëm kur kupton se mund të humbas dhe ai e kupton këtë vetëm kur ti i tregon se ka një vijë, kalimi i së cilës sjell pasoja. Ky është qëndrimi i parë që pothuajse askush nuk e zbaton, por që i ndan gratë e nënvlerësuara nga ato që respektohen dhe vlerësohen me të vërtetë. Prandaj mbaje mend, vendosja e kufive nuk e largon një burr të vlefshëm përkundrazi, e afron më shumë. Sepse burrat e vërtet nuk ikin nga gratë e forta, ata i respektojnë ato. Qëndrimi i dytë që bën që një burr të vlerësojë me të vërtet një grua është të mbash jetën tënde në qendër edhe brenda një lidhjeje. Dhe para se dikush të mendojë se kjo do të thotë egoizëm ose ftohtësi, po ta them menjëherë, nuk bëhet fjalë për këtë.
Nuk bëhet fjalë për ta injoruar burrin ose për të jetuar sikur ai të mos kishte rëndësi. Bëhet fjalë të kuptosh, nëse ti e fik dritën tënde vetëm për të ndriçuar jetën e tij, ai më herët ose më vonë nuk do ta shohë më shkëlqimin tënd. Burrat ndihen natyrshëm të tërhequr nga gratë që kanë jetën e tyre plane, interesa dhe ëndra që shkojnë përtej lidhjes. Kjo zgjon në psikikën mashkullore diçka shumë të fortë, admirimin. Dhe admirimi është themeli i vlerësimit. Pa admirim, lidhja bëhet rutinë, barë, detyrim. Mendo për një skenë tipike. Në fillim të lidhjes ti kishe projektet e tua, hobet, miq dhe angazhimet. Ai të shihte si një grua plot energji, të pavarur, me një jetë të gjallë dhe pikërisht kjo e entuziasmoi. Me kalimin e kohës, shumë gra bëjnë gabimin të heqin dorë nga e gjitha kjo dhe ta përshtatin jetën vetëm sipas tij. Anulojnë takime, lën ëndrat, e vendosin lidhjen mbi gjithçka. Dhe pikërisht në atë moment, pa vetëdijshëm, vlera fillon të bjerë. Pse? Sepse burri e kupton se nuk ka më nevojë të përpiqet për të qenë pjesë e jetës tënde. Jeta jote tashmë është ndërtuar rreth tij. Këtu qëndron një e vërtetë që pothuajse askush nuk e thot. Ajo që e mban gjallë interesin e një burri nuk është të jetë në qendër, por ndjenja se duhet të luftoj për një vend në jetën e një gruaje që është e plot edhe pa të. Kur një grua ruan rutinën e saj, kujdeset për veten, ndjek projektet e saj, ajo dërgon një mesazh të qetë por të fuqishëm. Gjemëmi ty sepse dua jo sepse duhet. Pikërisht ky ndryshim e transformon gjithçka në mendjen e burrit. Sepse sapo ai kupton se ti ke mundësi, se nuk je emocionalisht e varur prej tij, se jeta jote ka vlerë edhe pa të, atëherë aktivizohet në të një mekanizëm i fuqishëm, frika për të humbur. Dhe kjo frikë është motori i vlerësimit. E rëndësishme është, ta mbash jetën tënde në plan të parë nuk do të thotë të jesh e ngurtë ose të refuzosh afërsinë. Do të thotë ekuilibër, të jesh e pranishme në lidhje pa hequr dorë kur nga ajo që të përbën. Do të thotë ti bësh të qartë, edhe pse të dua, nuk ndalem së dashuruari veten time. Imagjino një grua që adhuron të kërcej. Sapo ajo një dikë, heq dorë nga kurset sepse atij nuk i pëlqen. Në fillim ai mund të mendojë se kjo është dëshmi dashurie, por me kohë ajo ja heq vetes një pjesë të identitetit, ajo humbet shkëlqimin dhe ai humbet admirimin. Nëse ajo, përkundrazi, vazhdon të kërcej edhe nëse ai nuk merr pjesë, çfarë ndodh? Ai e sheh të lumtur, e sheh energjinë e saj dhe ndihet krenar të jetë pranë një gruaje që nuk heq dorë nga drita e saj. Kjo gjeneron respekt. Burrat i vlerësojnë gratë që nuk heqin dorë nga vetja, sepse thellë brenda e dinë, nëse një grua është e gatshme të heqë dorë nga vetja, një ditë ajo do të pranojë edhe që ai të heqë dorë prej saj. Kjo e bën lidhjen lehtësisht të zëvendësueshme. Por nëse ai e sheh që ti ruan identitetin edhe brenda lidhjes, mendja e tij regjistron. Kjo grua nuk ekziston fal meje. Duhet të kem kujdes të mos humbas vendin tim në jetën e saj. Ndoshta edhe ti e ke përjetuar të kundërtën kur ke hequr dorë nga gjithçka, i e përkushtuar 100, e ke bërë lidhjen qendrën e vetme të jetës tënde. Cili ishte rezultati? Me gjast nuk ke marrë më shumë vëmendje, por më pak. Nuk je vlerësuar më shumë, por më pak. Kjo ndodh sepse një burr vlerëson me të vërtetë vetëm atë që e njeh si të rrallë. Dhe një grua që ruan jetën e saj është e rrallë. Një grua që nuk shuhet, që nuk zvogëlohet, që nuk heq dorë nga ëndrat për shkak të rehatisë, kjo është një grua që një burr nuk mund ta injorojë. Prandaj mbaje mend, një burr nuk të vlerëson sepse ti e lë veten plotësisht. Ai të vlerëson sepse edhe në përkushtimin tënd mbetesh vetvetja. Ky është qëndrimi i dytë, që pothuajse askush nuk e jeton, por që ndryshon gjithçka. Qëndrimi i tretë që bën që një burr të vlerësojë me të vërtetë një grua është ta njohë dhe ta festojë vlerën e saj, por në mënyrë selektive dhe të ndershme. Dhe këtu ka një dallim të madh mes njohjes dhe lajkatimit. Shumë gra besojnë se duhet ta lavdërojnë vazhdimisht, t'i përsërisin pa pushim sa i mrekullueshëm është, vetëm për të ruajtur interesin e tij. Por psikika mashkullore e kupton menjëherë kur njohja është e egzageruar ose vjen nga nevoja.
Në vend që të nxis vlerësim, lindre hatia, nuk kam pse të përpiqem, gjithsesi marr konfirmimin. Sekreti qëndron në të treguarit e njohjes në mënyrë të qëllimshme, të vërtetë dhe mbi të gjitha të përzgjedhur. Kur ai e kupton se ti nuk lavdëron çdo gjë, se fjalët e tua kanë peshë, ai fillon ta shohë çdo lëvdat si sukses. Kjo zgjon në të një ndjenjë të fortë, duhet ta fitoj këtë përsëri. Më kupto drejt, nuk bëhet fjalë për manipulim, por për një parim themelor të psikologjisë njerëzore. Ne të gjithë e vlerësojmë më shumë atë që është më e vështirë për t'u marrë. Nëse në çdo qoshe do të kishte një monedhë, askush nuk do të përkulej ta merrte. Por kur diçka është e rrallë, jo e arritshme për të gjithë, vlera e saj rritet shumë. Pikërisht kjo ndodh me lavdërimin dhe njohjen që vijnë nga një grua. Kur ti njeh një qëndrim vërtet të mirë, kur feston një nga sukseset e tij, kur i tregon se ke parë përpjekjen e tij, truri i tij të lidh me ndjesinë e fitores. Ai ndihet krenar që ti e ke vënë re. Por nëse njeh gjithçka pa filtër, efekti humbet. Ai beson se nuk ka më nevojë të zhvillohet, sepse konfirmimin e ka të siguruar. Një shembull i thjeshtë, një burr kthehet i lodhur nga puna dhe megjithatë të përgatit diçka. Nëse ti e vlerëson këtë gjest me sinqeritet dhe i tregon se e ke njohur përpjekjen e tij, ai e kupton menjëherë, ja vlejti. Herën tjetër ai ka edhe më shumë dëshirë ta përsërisë. Por nëse bën vetëm diçka të zakonshme si të ngrihet nga divani për të marrë një gotë ujë dhe ti e trajton sikur të ishte hero, njohja humbet dalë peshën e saj. Ai kupton, nuk kam pse të përpiqem fare, edhe gjëja më e vogël sjell duartrokitje. Ideja kryesore është përzgjedhja. Bëhet fjalë të njohësh kur vërtet ka merit kur shihen përpjekje, përkushtim ose guxim. Dhe duhet të bëhet e qartë se nuk ka rëndësi vetëm rezultati, por mbi të gjitha përpjekja. Kjo krijon një lidhje të padukshme. Ai ndjehet vërtet i parë dhe jo thjesht i lavdëruar për formë. Një pikë tjetër e rëndësishme, njohja selektive krijon hapësirë që ai të dojë të japë më shumë. Burrat lëvizin përmes sfidave. Kur ata kuptojnë se njohja nuk vjen automatikisht, ata përpiqen më shumë për ta merituar. Dhe sa më shumë të përpiqet, aq më shumë të vlerëson, sepse të lidh pa vetdije me zhvillimin e tij personal. Këtu qëndron pjesa që pothuajse askush nuk e kupton. Një burr vlerëson një grua që di të jap mirënjohje sepse edhe ai, thellë brenda vetes, e ka nevojë për ta ndjerë veten burr. Nuk ka të bëjë me fryrjen artificiale të tij, por me forcimin e identitetit të tij si dikush që arrin diçka. Kur e njeh atë me sinqeritet, ti jo vetëm që ushqen vetë vlerësimin e tij, por krijon edhe një lidhje besnikërie. Ai fillon të shohë si gruan që e frymëzon të bëhet më i mirë. Sigurisht që duhet një ekuilibër. Mirënjohja nuk do të thotë të pranosh gjithçka. Sjellje që nuk i përshtaten marrëdhënies, për shembull, kur ai zhduket, dështon ose nuk përpiqet, nuk mund të mbulohen thjesht me lavdërime. Mirënjohja ka peshë vetëm kur shoqërohet me kufi të qartë dhe me pavarësinë tënde emocionale, pikërisht ato dy qëndrime për të cilat folëm më herët. E vëren si lidhen të treja mes tyre? Vendosja e kufive tregon respekt. Të mbash jetën tënde në plan të parë tregon vetë respekt. Dhe mirënjohja selektive tregon se ti mund të vlerësosh me të vërtetë edhe tjetrin. Ky kombinim është i rrallë dhe pikërisht për këtë arsye ka kaq pak gra që vlerësohen me sinqeritet. Pikërisht për këtë arsye një burr nuk e harron kurrë një grua që bashkon të gjitha këto. Në fund, psikika mashkullore është e thjeshtë. Ai vlerëson atë që nuk merret lehtë, atë që kërkon përpjekje dhe atë për të cilën mund të ndihet krenar. Dhe pikërisht këto tre qëndrime i japin atij të gjitha. Tani që e ke kuptuar se cilat tre qëndrime bëjnë që një burr ta vlerësojë vërtet një grua, dua të tregoj se si funksionon kjo në praktikë përmes tregimeve dhe shembujve që mund të duken të thjeshtë, por zbulojnë saktësisht si reagon mendja mashkullore. Imagjino historinë e Anës. Ajo filloi të dalë me një burr të quajtur Daniel. Në fillim gjithçka ishte si në shumë marrëdhënie. Mesazhe të vazhdueshme, takime plot pritshmëri, deklarata dashurie.
por pas disa muajsh Daniel filloi të tregonte sjellje që mund të bëheshin problem. Ai vonoi pa paralajmërim, anulonte takime në moment të fundit dhe priste që Ana të ishte gjithmonë e disponueshme. Si do të dukej reagimi më i zakonshëm? Mbyllja e syve nga frika se mos humbte lidhjen, por Ana zgjodhi qëndrimin e parë, ajo vendosi kufi. Kur Daniel ndryshoi planet për herë të parë në minutën e fundit, ajo ju përgjigj e qetë, por e vendosur. Shiko, nëse nuk funksionon, është në rregull, por unë nuk do të jem gjithmonë e disponueshme. Kam edhe gjëra të tjera për të bërë. Reagimi i Danielit erdhi menjëherë. Fillimisht befasi nuk ishte mësuar me këtë. Pastaj respekt, që nga ajo kohë ai filloi të organizohej më mirë. Pse? Sepse kuptoi që nuk mund të bënte thjesht çfarë të donte. Ana nuk fitoi me ashpërsi, por duke treguar, koha ime ka vlerë. Tani mendo për Julën, një grua plot jetë, pasionante për fotografinë. Kur filloi marrëdhënien me Marcelon, ajo mbajti pasionin e saj, vazhdoi të shkonte në ekspedita fotografike, mori pjesë në punëtori dhe ndau entuziazmin e saj. Shumë shoqe i thanë, duhet ta ulësh pak këtë, për të kaluar më shumë kohë me të. Por Jula e njihte qëndrimin e dytë, të mbante jetën e saj në plan të parë. Rezultati? Marcelo nuk u rehatua kurrë, përkundrazi ai admiroi Julën pikërisht sepse e shihte si një grua të pavarur që nuk kishte nevojë për të qenë e lumtur. Kjo e bënte atë krenar ta prezantonte te miqtë e tij dhe rriti dëshirën për të qenë pranë saj. Sa herë që e shihte të përmbushur, ai mendonte, nuk mund ta humbas këtë grua, ajo është unike. Dhe pastaj është Carla. Ndryshe nga të tjerat, Carla gjithmonë kishte prirjen t'i lavdëronte tepër partnerët e saj. Por në një marrëdhënie të re me Andën, ajo vendosi të ndryshonte diçka në vend që të lavdëronte çdo detaj të vogël. Carla filloi të vlerësonte vetëm atë që kishte me të vërtetë rëndësi. Kur Andru mundua t'i organizonte një surprizë për ditëlindjen e saj, ajo e bëri të qartë sa shumë i kishte rëndësi kjo. Kur ai tregoi durim në një situatë të vështirë, ajo e njohu këtë me sinqeritet. Pasoja ishte e mrekullueshme. Andr donte të përpiqej gjithnjë e më shumë, sepse kuptoi që mirënjohja e Carlës nuk ishte diçka e dhënë, jo falas. Ai e dinte që duhej ta fitonte. Ky është qëndrimi i tretë. Mirënjohja selektive dhe e sinqertë. Shiko me kujdes si këto tregime tregojnë diçka thelbësore. Nuk janë qëndrime që kërkojnë përpjekje të pamundura. Nuk varen nga parat, pamja apo statusi. Janë zgjedhje qëndrimi dhe secila ndryshon plotësisht mënyrën se si një burr e percepton një grua. Tani dua të mendosh për jetën tënde. Sa herë ke ndaluar së vendosuri kufi nga frika se mos humbësh dikë? Sa herë e ke lënë veten pas, me shpresën se ai do të afrohej më shumë? Sa herë ke lavdëruar tepër, vetëm për të pëlqyer? Ndoshta tashmë ke kuptuar se këto zgjedhje nuk kanë funksionuar. Dhe nuk kanë funksionuar sepse nuk ngjallin respekt, nuk krijojnë admirim dhe nuk sjellin motivim. Por ja lajmi i mirë, është e mundur të ndryshosh diçka. Nuk ka rëndësi nëse ke kohë të gjatë në një marrëdhënie apo sapo ke filluar një. Sapo të fillosh të zbatosh këto 3 qëndrime kufi të qartë, jetë tënden dhe mirënjohje selektive dinamika ndryshon. Burri pushon së të marrë si të mirëqenë dhe fillon të shohë si diçka të veçantë, të pasvendësueshme. Dhe ndoshta pyet veten, po nëse ai nuk e pranon, po nëse largohet, atëherë të them, nëse një burr nuk pranon një grua që e vlerëson veten, atëherë ai kurrë nuk do të kishte qenë në gjendje ta vlerësonte me të vërtetë. Ai që qëndron pranë teje edhe përballë këtyre qëndrimeve, ai të sheh ashtu siç meriton të shihesh. Tani e di, burrat e vlerësojnë një grua vërtet vetëm për 3 qëndrime që pothuajse askush nuk i jeton. Dhe kur mendon, këto 3 plotësojnë njëra tjetrën si pjesë të një puzzle-i. E para është vendosja e kufive të qartë. Kjo tregon se ti e respekton veten, që koha jote ka vlerë, që nuk pranon gjithçka. E dyta është të mbash jetën tënde në plan të parë edhe brenda një marrëdhënieje. Kjo tregon një grua që është e plot, e pavarur, plot me shkëlqimin e saj.
Dhe e treta është të njohësh selektivisht dhe me sinqeritet. Kjo ngjall admirim, krijon motivim dhe e shtyn atë të përpiqet të jetë pranë teje. Imagjino tani efektin e këtyre 3 qëndrimeve së bashku. Bëhesh një grua që jo vetëm fiton vëmendjen e një burri, por edhe e mban atë. Bëhesh një grua që nuk ka nevojë të vrapoj pas tij, sepse qëndrimi i saj sjell vetë mirënjohje. Dhe më e rëndësishmja, nuk fiton vetëm respektin e tij, por mbi të gjitha mëson të respektosh veten. Pikërisht këtë shumë gra e harrojnë që mirënjohja, për të cilën aq shumë dëshirojnë, në të vërtetë fillon tek ato vetë. Kur e vlerëson veten, kur e njeh vlerën tënde dhe e shfaq atë në çdo qëndrim, krijon një fushë energjie që askush nuk mund ta injorojë. Është sikur të thuash, pa thënë asnjë fjalë, e di kush jam, e di çfarë meritoj, dhe nuk pranoj asgjë më pak. Burrat e ndjejnë këtë. Ndoshta nuk mund ta shprehin me fjalë, por e ndjejnë. Dhe ky ndjenjë ndryshon sjelljen e tyre. Një burr që takon një grua me këtë qëndrim, nuk e trajton atë si një opsion, ai e trajton si një prioritet. Tani mendo për jetën tënde. Ndoshta tashmë ke përjetuar situata ku ke dhënë gjithçka, je dorëzuar nga ëndrat e tua, ke lavdëruar tepër dhe megjithatë nuk je vlerësuar. Kjo nuk ndodhi sepse nuk ishe e mjaftueshme. Ndodhi sepse nuk i kishe zbatuar ende ato qëndrime që prekin thellësinë e shpirtit mashkullor, respektin, admirim dhe nevojën për të ruajtur atë që nuk duhet ta humbas. Dhe ta them hapur, nuk është e lehtë ta ndryshosh këtë brenda natës. Vendosja e kufive kërkon guxim. Vënia e jetës tënde në radhë të parë kërkon disiplinë. Pranimi selektiv dhe i ndershëm kërkon inteligjencë emocionale. Por shpërblimi është i madh, sepse kur jeton këto qëndrime, ndalon së lypur i dashuri dhe fillon të ndërtosh marrëdhënie ku vlerësohesh në mënyrë të natyrshme. Dhe e di çfarë është më çliruese? Ndalon së pasuri frikë nga humbja, sepse e kupton. Nëse një burr nuk i pranon kufit e tu, nuk i mbështet ëndrat e tua dhe nuk përpiqet të fitojë mirënjohje, atëherë ai nuk meriton vend në jetën tënde. Dhe sapo ky filtr natyral të funksionoj, tërheq burra që din të vlerësojnë me të vërtetë. Pra, nëse më lejohet të jap një mesazh të fundit, ai është ky: mos ki frikë të jesh e qartë, mos ki frikë të vësh veten të parën, mos ki frikë të pranosh vetëm atë që ka vlerë të vërtetë, sepse pikërisht këto 3 qëndrime të thjeshta, por të fuqishme janë çelësi se si burrat të shohin. Dhe nëse ke qëndruar deri këtu, është sepse dëshiron më shumë se thërrime. Ti dëshiron një marrëdhënie ku ka ndërsjellësi, respekt dhe vlerësim të vërtetë. Që sot e di se si mund të fillosh këtë rrugë. Para se të mbyllim, kam 2 kërkesa të vogla. Së pari, nëse ky video të ka hapur sytë dhe të ka dhënë qartësi, ndajeni me gra të tjera që duhet ta dëgjojnë këtë. Besom, pothuajse askush nuk flet hapur për këto të vërteta. Së dyti, lër një koment më poshtë. Dua të di cilin prej këtyre 3 qëndrimeve tashmë e jeton dhe tek cili mendon se duhet të rritesh akoma. Përvoja jote mund të frymëzoj gra të tjera që ndjekin të njëjtën rrugë. Dhe sigurisht, nëse ende nuk je abonuar në kanal, tani është momenti i duhur. Këtu gjithmonë do të gjesh përmbajtje që shpjegon psikologjinë mashkullore qartë, drejt për drejt dhe pa të shmangura që të mos ndihesh më kurrë e humbur në një marrëdhënie.